në këtë postim Veljep, po marrë një fragment. Hetimi biografisë personale apo vetingu i palishëm, si kryimi për 20 vjetë, do të vetëm në kohën e Sali Enverit, për jo sot në shekullin 21. Kërkesa për pendes ende pa akus, gjanë me gjyret popullore histerike të viteve 60, por jo në 25 e tjera. Tani, pyetja është, a ka mundësi që vërtet këtë patur një investigim biografik, projektu i Erion Veliet, që në rinin e vetë, dhe që ndihmon kjo për arritur në konkluzion, ku ai nuk ka precedente kështu që. Tani kjo kuptoj që zoti Velia i ka hetimi biografisë personale, ka pak hiperbolizimet e veta për sa i përket edhe gjendjes në të cilën ndodhet aty, kështu që okej, do ta nisi e lidh me historikun e vet që kur ka filluar në kohët e mjaftit në vitet 2000 kur ishte anti-Parti Socialiste në ato. Supozojmë se, momentin që ka të drejtë një prokuror të bëjë hetim biografik? Prokurori ka të drejtë të shohë të gjithë elementet që kanë të bëjnë me figurën e këtij personi. Edhe materniteti ku ke lindur me këtë. Po patjetër. Nëse do që ta shohë, por varet se çfarë qëllimi ka për ta lidhur me atë që është objekti i hetimit, po pra me objektin e hetimit. Se fakti jeta ka shumë. Për pjesën e objektit e hetimit ai me sa dim ne i ka me alkohol. Ka postuar sot. Po Erion Velia e ka hiperbolizimin në kohë sepse do të krijojë edhe impaktin popullor, është normale. Por e ky thot tani se e ka me detaj, po se lexova atë kërkesa persekutimi familjes ka një noter nga babi me pesa. Pa me rritë e palisht të tuar të konflikt interesi. Jo, sekondar, shumë gjona për këtë. Është e vërtet që ky ka qenë noter, është e vërtet që ky ka pasur rezultate. Po, është e vërtet që ka qenë noter.